Mirëmbrëma miq, në studion e VV Show kemi një grua e cila arriti për 2 vjet ta bëj atë që për 25 vjet nuk e bëri shteti. E bëri mësimin gjithditor në disa shkolla në Prishtinë dhe rrethin. Fillimisht si pilot projekt dhe me vonë i zgjeruar tashmë si një platformë e cila po zbatohet në kryeqytet. Këtë modele kanë marrë edhe komuna tjera, madje ka qenë pjesë e fushatës edhe subjekte tjera politike, pra mësimi gjithditor. Jehona Lushaku është në studio me mua dhe me Visaren. Jehona, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësi. Ç'është kjo dashnia jote për arsimin? Unë jam rrit në një familje arsimtarësh dhe jam mishëru, si me thanë, jam rrit për gjatë jetës me problemet e shkollës, babën drejtor, nanën arsimtare, për një kohë shumë gjatë. Jam rrit me 3% e mbijetesës arsimit shqip në Kosovë, edhe unë jam, si me thanë, produkti arsimit. E dëshiroj edhe e besoj thellë që veç arsimi mund të emancipoj një shoqëri, mund të ndërtoj një rrugë të duhur për vendin, edhe arsimi është baza kryesore që e ndërton të ardhmen e fëmijëve tonë. Normalisht që e meriton krejt energjinë tonë për me bo më të mirë arsimi. Megjithatë nuk është shumë populist kështu arsimi. Diçysh krejt kanë pritojnë me shku në shkollë. Vetë që është mëngjes, si fëmijë i vogël, si nxënës, sa të s'kisha shku në shkollë. Dhe nuk është që, si me thonë, e dojnë shumë këtë punën e arsimit. Jo pse s'dojnë arsim atë mirë, po thojnë hajde se shkollë është kjo. Po, me gjast, këtu është probleme. Shkollën duhet me punu me e këthy në një shkollë të dashtun për fëmijët, ku qohen fëmijët me padurim mëngjes, edhe dojnë mirëpresin kohën që kanë me kalu në shkollë. Këtu ka të bëj me sa ne si shtet i jepim fokus shkollës, edhe e bojmë atmosferën sa ma të këndshme aty. Sot me trendet e zhvillimit teknologjisë, me avansimin e temave, me qasjen në informacion të fëmijëve tonë, shkolla mbetet si jo atraktive. E për këtë duhet me punu shumë në temat që ju aservojmë fëmijëve, mënyrën se qysh ja u spjegojmë, sa digital i kemi klasat, sa të pastra i kemi ato dhe sa atraktive i kemi aktivitetet rekreative. Do me thënë duhet me mbush orarin e shkollës me aktivitete sa ma rekreative, me pushime të nevojshme, me lexime, me aktivitete gara që me bo sa ma atraktive dhe me ngjall adrenalin fëmijëve. E përmene 3%. 3% lidhet me një periudhë kogja tron për shqiptarët e Kosovës, për vitet 90, kur në Kosovë mbyllën shkollat, kur nxënësit dhe arsimtarët ishin në për oda, në për podrume, në për dhoma të improvizuara si shkolla. Shumë kush thot se sot jemi tu i përjetu pasojat e shkatrimit arsimit të viteve 90. Dhe sot i kemi arsimtar, i kemi mjek, i kemi politikan, i kemi polic, prokuror, gjyqtar, brezin e podrumave. Të ne arsimi jo cilësor, dhe ndërkohë ka vlerësime që tash e kemi arsimin e dopt, e kemi shëndetësinë e dopt, e kemi gjyqësorin e dopt, e kemi gjithë shtresën e shoqënisë apo shoqëninë në tënësi të dopt për shkak të asaj periudhe të errët për shqiptarët e Kosovës. E para nuk është, matja nuk duhet me ju bo me trendet e sotme, sepse atër ka qenë mbijetesë. Arsimi është ndërtuar si... S'po flasun me trendet e sotme të arsimit, unë po flas me pasojat që jemi tu i përjetu për shkak të asaj periudhe kur arsimi jonë ishte me shku në shkollë dhe mu kthy për shkollë. Arsimi i viteve të 90-ta ka qenë mbijetesë. Mos harroni që ai ka qenë sistem paralel i ndërtuar. Jemi duke folë për një sistem me kushte krejt të jashtëzakonshme në shtëpia private. Normalisht që cilësia s'ka qenë ma e mira, po s'ka pas ndryshe që shme qenë. Tjetri opcion ka qenë me i kry shkollat në sistemin serb. Edhe ajo normalisht që s'ka qenë opcion. Po për ndryshe, menoj që ajo është periudhë e artë, e mbijetesës arsimit,
edhe unë jam produkt, edhe ti je produkt, nuk do me thanë që duhet me përgjithsu që s'ka pas arritje, ka pas, ne kemi sot njerëz të njohur që edhe kanë arrit majat akademike të asaj periudhe, po edhe sot që krenohemi me ta, nuk besoj që duhet me përgjithsu, normalisht që cilësia s'ka qenë më e mira se s'ka pas kushte. Fokusi i diskutimeve sot duhet me qenë cilësia në shkollat tona sot, në universitetin sot, qysh na në vitin 2025 Universiteti i Prishtinës, si universiteti më i mirë, ka më së paku aplikime për të regjistruar, hapet konkursi nga 2-3 herë për me mbush numrin. Qysh është e mundur? Qysh kemi ardhur në vitin 2025? Do me thënë, diskutimi duhet me qenë shumë i detajuar edhe i mbështetur në hulumtime të sakta për me na tregu pse. Unë mendoj, unë e kam një përgjigje shumë thjesht, sepse nuk është fokus i shtetit tonë, i pushtetit, asnjëherë. Ju po punoni për me pas rezultat pas 20 vjetësh, 25 vjetësh, 30 vjetësh. Sepse tek atëherë ne i shohim rezultatet e një arsimi cilësor, një arsimi modern, një arsimi me kurrikul në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Pra rezultati yt, puna jote, nuk shihet me njëherë. Ndonë se në arsimit gjithditor po, ndonë se prind janë më të lirë, ndonë se shpenzojnë shumë pak para, pra ju keni ndihmu edhe financiarisht, duke mos i dërgu në qendrim ditor, duke mos e pas një kujdestar në shtëpi, duke punu të ty prind. Por me gjithatë, rezultati në përgjithësi mund të shihet tek pas 20 vjetësh. Po, por mësimi gjithditor... Prandaj po them së është populiste, prandaj po them se njerëzit nuk është që e vrejnë kaq shumë një punë dhe një përpjekje për të arritur diçka në arsimtash. Ka efekte të menjëhershme. Mësimi traditor, për shembull, jove që e ka lehtësu planifikimin e familjes, e ka ul koston minimalisht 400 euro për fëmijë, për qëndrimet ditore që i kanë pagu. Ja ka dhënë mundësinë që shteti mi dhanë me një ushqy shëndetshëm fëmijët, po edhe me pas një orar të gjatë e cila komplimentohet me shumë aktivitete sportive, për shembull sport, e kemi dyfishuar numrin e orëve, janë më të shëndetshëm fëmijët rrjedhimisht, ka aktivitete kulturore, muzikë, art, lexim, kuptim, çka PISA thotë që fëmijët e Kosovës nuk janë të përgatitur, interpretim, mendim kritik, zhvillim të pjesëve që kanë të bëjnë me të folurit publik e kështu me radhë. Krejt këto elemente janë vrejt efektet me njëherë. Do me thonë ka reform që jep efektet me njëherë. Por, duke pas parasysh që ka edhe shumë qka në arsimin e lartë, shumë qka në qerdhe, që duhet prej fillimit e deri në mbarim me u pasi sistem, ku duhet me intervenu, efektet pastaj arrijen edhe matjet, arrijen mas 20 vjete. Unë menoj që është gjëja më patriotike që mund t'ja bëjmë vendit, nëse secili pushtet e sheh arsimin për te çdo partie politike, për te çdo personi publik ose politik që ka pesh edhe që ka mundësi me influencu, sepse kjo është investim në fëmijët tonë. Edhe mendoj që duhet me pas një konsensus, një kontrat sociale, po kontrat para se gjithashtu mes gjitha subjekteve që me u dakordu me një trajektore zhvillimore të reformave në arsim dhe mos mi prek as një parti politike kushdo që qeveris, veç me përcaktu dinamikën e dallimin mes politikanëve dhe partive, është dasht me qenë kush po është më efikas edhe kush po i bën reformat më shpejt edhe po i arrin objektivat. Që kjo është dasht me qenë premtimi jonë. Visar edhe ti e kështu i lidhun shumë me arsimin. Po, unë mendoj që arsimi është një prej kështu sektorëve më të rëndësishëm të funksionimit shoqërisë, sepse ka dimension në secilin aspekt shoqërisë. Pra prej të bërit njerëzit në qenje shoqërore që bëhet përmes arsimit dhe edukimit, si dy komponente, e deri te që përmendi edhe Jehona te zhvillimi ekonomik, pra që thonë në zhvillim investim më të sigurt për zhvillim ekonomik afatgjatë është arsimi gjithë. Po ka një mund me marrë kohë ma shumë, mirë po nuk investove në arsim, ka t'i këndërtu këtë tjera të zhvillimi ekonomik nuk ka me qenë i qëndrushëm, veçanërisht jo në këtë botë e cila dinamikën e zhvillimit e ka shumë më të madhe se sa çka kjo që kemi pa në të kaluar.
Tash jo vetëm na, por ke shtetet e botës, domethënë janë ka mësohen qysh me hinë në këtë botën e re. Mirë, po Kosova nuk mundet me vazhdu me avazin e njëjtë, edhe me ngadalësinë e njëjtë qysh kemi botë deri tash. Kështu që në këtë drejtim mund mendoj se çka boje honën komunë Prishtinës. Me gjitha problemet që mund t'i ketë, domethënë se nuk mund është arsimin me zhvillu vetëm brenda një komune, po nuk po. Mirë, po mësimi gjithditor është një prej domosdove që është dashur realizu një kohë shumë më gjatë. Edhe shumë mirë që ka nisë komunë, e shumë mirë që ka pastaj i honën, pra në për komuna tjera, sepse unë e kam pa që në fushatën elektorale shumica kandidatëve kanë folur për mësimin gjithditor, sepse e kam pa në Prishtinë që të ka e mundshme, pra që ka shku menja kur që bëhen një punë të tillë. Dhe janë vendimet edhe veprimet si këto mendojnë që mund duken të vogla ose ta zëm nuk shihen fort, po që pastaj e shkaktojnë një efekt i jashtëzakonshëm në politikë dhe zhvillim. Dhe në këtë drejtim mund mendoj që kjo ka qenë jashtëzakonisht e mirë, gjithsesi kjo duhet me vazhdu, duhet me mësu, duhet me zgjeru, këtë ato domethënë janë të domosdoshme, por çka është më e rëndësishme që kjo duhet me bëu projekt qeveritar. Mësimi gjithditor duhet me qenë projekt qendror i Kosovës, jo vetëm i komunave. Sepse komuna megjithatë prapë e them e ka limitet e veta dhe i komunët me shku në përmirësimin e cilësisë në arsim. Po dhe krijohet një padrejtësi, sepse në Prishtinë ka mësim gjithditor, ta zëm fillojnë për në shembull Podojevska. nëse ekiti veç Prishtinë fillojnë pastaj me u zgju Këshëria dhe me u mbi popullu shkollat e Prishtinës tasëm, ndërkohë që nën popullohen shkolla tjera, që shkakton pastaj edhe probleme tjera që shohim na që kemi me shumë aspekte të jetës Prishtinë. Po çamu ka duk mu, domethënë shumë e rëndësishme në çdo drejtim është këto që e përmendi edhe Jehona, është që na nuk duhet me harroni gjë që shkolla nuk është vetëm për më të mësuar. Më të mësu matematikën, gjeografinë, kështu shkolla është edhe më të mësu qysh jetohet shoqëni. Na çdo kemi mangësi duhet me pranu. Na duhet me funksionu si shoqëni e jo si një kolektiv egosh. Edhe që to e bën procesi i socializimit që shkon përmes arsimit. E dyta, unë e kam pa shpesh që njerëzit hala mendojnë në mënyrën tradicionale që përgjegjësia kryesore është e familjes, nuk është e familjes. Shkolla ka përgjegjësinë më të madhe të edukimit të fëmijëve. Mediat, shoqëria. E treta, çka na duhet me e kuptu një gjë, domethënë njeriu fëmijët tonë, pra sot nuk funksionojnë që kemi funksionuar na kur kemi qenë. Apo jo, për shkak të teknologjisë, për shkak të zhvillimeve kështu. Çka po ndodh për mendimin tim? Domethënë përqendrimi, fokusimi, që ka qenë shumë më i gjatë kohë kur kemi qenë na të ri, sot po shkon të u reduktu për shkak të teknologjisë. Po megjithatë po rritet kurreshtja. Dhe tash nëse çet kurreshtje ti nuk ja ushqen fëmijës përmes mësimit gjithditor, pra tu ke dhënë aktivitete kështu me radhë, ai ka më ushqyer ata vetë në teknologji, në lojra, në videogame kështu me radhë. Dhe tash dallimi për moshë si nata me ditë. Shkolla të mëson për të mirë, këto mund të mësoj edhe për keq. Me nal teknologjinë na nuk mujna. Me nal inteligjencën artificiale, siç kishte thënë kryeministri një herë në një takim me myftiun që si shkon mirë inteligjenca artificiale me zëvendësu inteligjencën njerëzore, pajtohet si shkon mirë, po na smujna me nal këtë punë. Po, çka duhet na me bëj është me e rrit shpejtësinë e adaptimit. Edhe unë mendoj që domethënë që to zbulimet, inovimet që i ke botë në komunë Prishtinës, unë i lexoj më shumë që ashtu. Kur gjatë përkryme nuk ka. Jo. Shpejtësia e adaptimit është dëshmu nga Jehona dhe komuna Prishtinës që është e mundshme më u bë. E që kjo më ka dhe tash, si pyetje të shtrojnë fund, ata merr mendja dhe për sa kohë do të bëhej ky projekt kombëtar, pra që me funksionu në krejt Kosovën. Se tash e ki përvojën, i din planat. Jo, tash e kam përvojën edhe e kam synimin që në udhëheqjen e LDK-s Ministria e Arsimit ka me bo politikë nacionale mësimin gjithditor, që fillon në të gjitha komunat, me disa që janë më të gatshme me njerë, na duhen 1 miliard euro për 4 vjetë. Dhe për këto kena me uzdotu publikisht që do t'i ndajmë 1 miliard euro për 4 vjetë me mërim mësimin traditor që çdo fëmijë, kudo që mëson në territorin e Kosovës, me pas orar të zgjatur, aktivitete shtresë ekstrakurrikulare dhe familjarët me pas kohën e lirë me punu dhe me u rrit mirëqenia sociale. Dhe mos me pas kosto për prindrit për ushqimin, sepse shteti e siguron atë, dhe në anën tjetër rezulton që kurrikula, detyrat e shtëpisë, krejt ngarkesat që shpeshherë dëgjojmë si ankesë prej prindërve që s'mujnë me menaxhu në shtëpi, ka mu realizu në shkollë. Përmes lojrave të ndryshme, matematika ka me qenë ma atraktive, ka mu mësu përmes lojrave. Edhe kjo është e mundur, Visar, është tepër e mundur. Tabela digitale ja u bën në klasë, që kanë qasje në internet, në YouTube, në materiale të ndryshme, prej Oxfordit, te Cambridge, me të lifar materiale të mira, që nuk do me thonë me u kufizu vetëm në libra.
mundesh me bu orën atraktive. Na duhet një qendër nacionale e trajnimit të mësimdhënësve. Sot, qeveria Kurti, tash e 4 vjet, i ka ndërprer trajnimet. Sot nuk trajnohen hiç arsimtarët. Para mendon këtë zhvillim kaq dinamik të mësimdhënësve, kërkush hiç nuk trajnohet sepse nuk ofrohen, nuk ka qendër që ofrohen trajnimet sistematike. S'ka pastaj dinjitet të mësuesit sot. Mësuesi paguhet shumë pak, e ka problem, i ka të hequra të gjitha shtesat. Na do t'i kthejmë orët e kujdestarisë, pagesën për orët kujdestarisë, pagesën për arsimtarët që mësojnë ekstra me fëmijët me arritje të mëdha, edhe me fëmijët me ngecje, sepse kjo është pastaj problematik në veti. Pastaj do të rrisim pagat e mësimdhënësve me bazë 900 euro, që i bie që secili arsimtar me pas bazën 900 euro dhe pastaj shtesat mi marrë në bazë performancës. Një arsimtar ose mësues që ka arritje ndërkombëtare me nxënësit ka mu pagu edhe me pika shtesë, sepse e meriton. Nuk është një farë barazimi në pagë i drejtë, sepse duhet me ndalu ata që kanë performancë më të madhe. Po duhet ndrohen disa ligje. Nuk për ka një gjë shumë të ligje. tillë. Beson që me 10 veprime, krejt që to i adresojmë, për krejt që ka po flasun, janë 10 vendime që duhet me i marë. Edhe me këto vendime regulohen, duhet vullnet politik, duhet me qenë të guximshëm edhe me ditë pse po hymë këtë rrugë, sepse është e vetmja rrugë që është dëshmume si perspektivë evropiane. Do të thonë s'ka rrugë tjetër. Nëse dojmë nejtë që shtu e me u anku pse AI po shkon përpara, nuk është. Na duhet me fut AI në brenda në shkolla. Duhet me i mësu fëmijët tonë faktikisht rregullat kryesore fëmijët po na mësojnë pa ardhur në klasë parë. Ata kanë qasje në AI, ata mësohen fëmijët e mi dinë me bëu dhe video, këta po thonë që dinë me bëu video më të mira se sa që unë i bëj me profesionist. Po. I bie që ne duhet krejt çka duhet me bëu është mi rregullu, me investu në infrastrukturë, me pas guximshëm që bashkë me krejt stafin arsimor të bindur që kjo është reforma e duhur, me hynë në këtë reformë, me dhënë maksimumin, me ja u dhanë shpërblimin edhe djersën me u pagu mësuesve tonë, sepse ata kanë përgjegjësi të hatashme, një mësues ose mësuese e motivume jep performancë më të madhe dhe kjo është e dëshmume, prandaj duhet me i thanë gjanat çush janë dhe jo me u koncentru se si ne duhet t'i dënojmë mësuesit, t'i dënojmë t'ja umasim, a jepim performancë dhe t'i dënojmë, nuk është qasja e duhur. Unë jam për motivim të tyre dhe ecje përpara me krejt vështërsi që kena, jam shumë e bindur që sistemi jonë arsimor mundet me mbajt, me duru mësimin tërditor dhe me bile me shpërthy, ka mundësi që na për 3-4 vjet me pas rezultate të hatashme, se kurikulat i kemi, nuk janë librat me për nga përmbajtja të këqij, sepse janë adaptume, ka mundësi aty me përmisu e me ndërhy, ajo gjithmonë është sistematike. Që na duhet është me lidh me një kurikull digjitale, me ja dhënë mundësinë mësuesit me pas sa më atraktive, me mjete me ilustru, me bo aktivitete, edhe jashtë shkollës besa. Unë e kam programin ton të parapar, edhe ndërtimin e disa science hubs, do me thonë disa qendrave shkencore, ku arsimtarët e shkencave që janë shpesher të vështira për nxënësit tonë, biologji, kimi, fizik, me shku dhe me bo eksperimente të përbashkëta, mësimi interdisciplinar, quhet që aplikohet për klasës 6 deri në 9. Kështu që, krejt kjo... Do më thonë, gjitha këto që ti the dhe që e përmende ma herët, më po më intereson në shtrullës si pyetje, do më thonë, se kjo nënkupton që duhet me shpall investimin në arsim prioritet bi prioritet, apo jo? Shtu në përkuptim. Interes kontar. Po. Dhe, ti po thu që qeveria e LDK-s do ta bën të këtë gjë. Nuk është kjo veç jehona, po është LDK-ja. Qeveria e LDK-s e ka prioritet absolut arsimin. Ne e kuptojmë se njënin prej shqetësimeve tona kryesore, angazhimeve tona kryesore për me bo arsimin me vizionin për mësim tërditor, për ngritje cilësisë, për digitalizim dhe modernizim të kurrikulave, për rritje të aktiviteteve sportive e rekreative, për aftësim profesional, shkollat profesionale, për rritje të fondit të shkencës për në universitet, për rritje të pagave të arsimtarëve me bazë 900 euro për shkollat e mesme dhe fillore dhe rritje të pagës së universitetit për çka është sot 300 euro më e vogël se sa që ka qenë 4 vite më parë. Krejt kjo nuk jep rezultate. Rrugat që e ka ndjekur posaçërisht qeveria Kurti e ka rënu në bazë arsimin dhe s'ka hap as një shteg vizionar ku ka po shkon shkolla. Do me thonë, kemi degradim total,
Komuna Prishtinës mundet me u marrë si shembull, qysh një komunë me mjete vetanake ka realizu mësimin tërditor, ndërkohë që në programin e para 4 vitesh, kur ti ka folë për shujta në shkolla, për mësim gjithditor, asnjë hap nuk është ndërmarrë. Po, kjo nuk është bërë me ministrën Arberie Nagasi, mbase bëhet me ministrën Avni Zogjani? Shiko, nuk është tek e fundit emri ai që sjell, por është edhe emri. Jo, është edhe emri, sepse ju e keni shty përpara personalisht mësimin gjithditor. Absolutisht, edhe e kam bo me gjithë fokusin, edhe me gjithë vendosmërinë. Pra duhet dikush me shty. Patjetër. Na si LDK jemi të vendosur. Unë e udhëheq Departamentin e Arsimit brenda parti dhe synoj me marr Ministrinë e Arsimit. E vetëdijshme që ka më shumë të sfida nga të gjitha, sepse prek çdo familje brenda Kosovës, por jam shumë e bindur që nëse objektivat tona për sa i përket arsimit realizohen, ka me urrit lumturia e familjeve, ka me urrit lumturia e fëmijëve, kanë me shku fëmijët me qef në shkollë, edhe besoj që ajo ka me qenë refleksion edhe i rezultateve të hatashme, të cilat na sot nuk mujna as me i pa. Fëmijët tonë janë me inteligjencë mesatare të lartë. Fëmijët tonë kanë qasje edhe në teknologji, edhe unë e shoh potencialin e hatashëm. Krejt çka mungon është një drejtim i shtetit, një prioritizim i shtetit për arsimin. Edhe nuk është çaq e komplikuar, po të them drejtën, krejt me 10 vendime fillestare, mrena 5 muajve të parë, e zgjidhen problemet. Edhe atje në atë katunin me 5 nxënës? Po, shiko, ka pas fshatra në komunën e Prishtinës, ku e kanë kundërshtu plotësisht mësimin tërditor. Po. Ka pas shkolla në qendër të Prishtinës që e kanë kundërshtu plotësisht mësimin tërditor. Është shteti ai që ndërton vizionin. Unë kam shku, kam bo biseda me ta, ka 5 orë, ka 10 orë, kam shku 1 herë, 2 herë, 5 herë, jam mundu me e spjegu. Kur e kam po, jam kthy në zyre dhe kam marrë vendimin edhe ja u kam quj, kam thonë, kjo është shteti, është vendimi dhe përgjegjësia jam e plot. Pavarësisht që kur jam shku në shtëpi, shpeshherë s'kam mujt as me flejt prej peshës së përgjegjësisë, por kam qenë e bindur që kjo është rruga e duhur. Çfarë thon tash ata kundërshtues? Besom se unë jam edhe në përshkolla. Edhe tash shkoj vizitoj se jam e preokupuar i këshyri që shpesh shërbejnë ushqimin apo shkojnë gjithçka në rregull. Ata janë te i kënaqur, sepse besimi i tyre që shteti me insistim e realizon këtë reform, ka qenë diskutabil. Ata s'kan besu që komuna Prishtinës ja del. A din që shumë thoshin, unë nervozojsha tepër shumë, pika që më ka vlu mas shumë ti ka qenë kur arsimtarët nuk besojshin, thoshin, o komuna dështon, që ja komunë mërë thosha dështon, që shmërë kryet qyteti dështon, e që kjo besimi njerëzve, edhe përgjegjës, edhe besimin në shtet, duhet me u kthy. Duhet me u kthy, sepse i ki mjetet, i ki financat, i ki të drejtën për me vendos. Je legjitim, ti ke marrë udhëhecin. Kur e merr udhëhecin, ty edhe takon normalisht që duhet me mende, me vizion të qartë me qeverisë, jo në mënyrë autokratike me imponu vendimet. Por që këtu ka pas një farloj thyrje të akullit, edhe kthim të besimit tek shteti. Sot arsimtarët e Prishtinës janë shumë krenarë që janë pishtarë të kësaj ideje, edhe unë po të tregoj drejtën nina shumë krenar. I kam vizitu disa shkolla që na kanë bu pak më shumë probleme. Edhe të fshatrave deshta me tregu. I kemi fuzionu disa shkolla për me e bo në një shkollë që i ka pas kushtet më të mira mësimin gjithditor. Për shembull kanë qenë disa paralelet ndame. Në Mramor kemi shku, i kemi kthy te shkolla Am, Avni Rustemi, ose kështu e ka pas emrin, edhe e ka emrin, edhe kemi bo mësimin gjithditor. Të gjithë prindrit e shkollave që kanë qenë afër janë sot të kënaqur përkundër faktit që fillimisht e kanë refuzuar. Po tani e kanë pa benefitet. E tash njënën prej atyre shkollave e adaptojmë në kopsht, edhe është kopshti, si me thënë, i cili mbulon disa prej fshatrave të Prishtinës, që si modele mundësh me apliku në shumë shkollat fshatrave, besom që rritet socializimi, rritet cilësia mësimit, rritet kontakti, nuk mbahen shkollat me 5 nxënës. Dhe këtu me pas kurajo. Një çështje tjetër që prapë të dyve ju prek dhe ju intereson shumë, është integrimi. Integrimi i Kosovës
që dikur ishte kështu teme përditshme, sot nuk përmenden më, sot nuk flet kërkush për integrimin e Kosovës, sot jemi të izoluar nën sanksionet Bashkimit Evropian dhe në një stad, në një gjendje ku sot kërkush në Kosovë nuk e jap një afat, një datë të caktuar se kur Kosova mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, ndërkohë që Shqipëria pëjes me hapa shumë shpejt, ndërkohë që kosovarët mbase mas 3 vjetëve duhet të presin kufirin mërin me pasaporta për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe nuk mund të qëndrojnë në Shqipëri më shumë se 90 ditë mbrenda vitit. Qysh jetoj po këtë çështje dhe çka kish bëu LDK-ja në këtë drejtim? Për gjatë 4 viteve të kaluara, integrimi evropian s'ka qenë asku në agjendë. Përkundër faktit që Kosova ka apliku formalisht për antarësim, është një hap i guximshëm kur nuk ke përgatitjet e duhura, se aplikimet formale mundesh edhe veç mi bo formalisht edhe ato veç nuk ecin. Si unë kur aplikojsha për punë në 2000 edhe kërkush s'mlet. Kur e din që si e ki kualifikimet e duhura, po veç aplikojnë, veç po thëmë të aplikoj. Ideja është me kriju një politikë të jashtme, ku ndërton relacione bilaterale, i mban aleatët fort, e ata bëhen ambasador, si me thanë, të kauzave tuja për me të promovu ty. Deri para 4 vitesh ne kemi pas aleat si SBA-ja, Gjermania, Franca, plot aleat brenda Bashkimit Evropian. Na jemi dëshmitar që as antarësimin në Këshill të Evropës nuk ka mujt më menaxhu. Normal që ka kushte të vështira dhe ka negociata për cilat ty dush me hisi qeveri dhe me maksimalizu benefitin tënd mrenda. Po dush mi pas njerëz të kualifikum, dush me ditë qysh edhe me ditë ku po mrin edhe me nxjerr maksimumin prej proceseve. Po stopimi i këtyre raporteve është i dëmshëm. Ti dush me vazhdu rrugdimin, ndalja është humbje epokale. Sot e humbim një vit, është në retrospektiv 10 vite mbrapa. Na sot jemi 10 vite mbrapa. Bile para 10 viteve shka qenë procesi integrimit e liberalizimit vizave shumë aktual, janë bo edhe vendimet të cilat nuk e kanë ndalë, nuk e janë pajtu për ndaljen e Kosovës në proces. Integrimi është i mundshëm atëherë kur ki politikantë përgjegjshëm që e dojnë integrimin evropian si ajrin, se është i rëndësishëm ti me qenë pjesë e një familje, se jenë kontinent të Evropës. Është tepër keq me ndërtu kauza elektorale, sovraniste, dhe me ju bo keq interpretim atyre, në koston e humbjes së një perspektive ndërkombëtare që Kosova deri tash se ka pas të kontestueshme, bile formalisht e ka edhe në kushtetut ankorume, po që sot Kosova është nën sanksione, këto duhet mos me harru, është kosto tepër e naltë. Kush kish menu që Kosova në vitin 2025 ka me qenë nën sanksione, barabart me disa shtete krejt autokratike. Rusia është në Evropë, është Bielorusia, jemi dhe na. Po, a din çfarë humbje ka? Rreth 1 miliard euro, 801 miliard euro asistencë i kena hub. Sa shkolla ish ndërtu, sa mësimi tërditori ish bo, kish ndru jeta e tonë në kuptimin cilësor me çato projekte. S'janë kërkon përgjegjës për humbjen e këtyre parave është kurti, edhe qeveria e tij, edhe papërgjegjësia e tij në qasje ndaj aleatëve tonë. Pastaj ke edhe procese tjera të cilat nuk ka mujt mi menaxhu, i ka kthy në kauza populiste, ju ka thonë njerëzve që se une nuk bëj pazare, nuk bëj kështu, do me thonë e ka përmend në çdo sa herë është fol për marrëdhënie ndërkombëtare, ka fol për Serbinë, Serbia është aty. Serbia ka qenë që kjo e njëjta si para 20 vjetëve si tash. Ti dush me menaxhu, se ti je kryeministër për çata të kemi zgjedh. Bile, dush me menaxhu në një farë forme që mos mi lodh njerëzit me ju ngulit frikën prej Serbisë. Jo, mërë se na jena të çliru, na e kena NATO-n këtu që na mbron, jemi shtet totalisht me çështje të sigurisë të pakontestueshme, sepse kemi NATO-n, i kemi organet tona, ushtrinë tonë, policinë tonë, ti e ki autorizimin me menaxhu. Pse ka nevojë mjau ngulit frikën njerëzve?
sepse është malet me qeverisë për të. E tash këtu fillon ajo pjesa kur ti bën amulli si politikan, kur ti ka malet kuptuar. është me sundu, se sa me qeverisë. Po dhe me sundu. Po flasim me logjikën e qeverisës, po Jo. është me logjikën e sundimit. Jo, na jena tu fol për elemente autokrate të cilat që e nisin një regjim nën kontroll të plot. E kjo nuk ban me ndodhë në Kosovë. Edhe që më ka dok mu, nga zakonisht të mendoj që këtë gjatë du të më përmend, mu ka dok shumë interesante po edhe problematike, sepse na si Kosovë dy gjëra du të mi kuptu. E para është që procesi integrimeve, si që kemi pallën të kaluar, në tonë nuk e ka gjithë intensitetin dhe dinamikën e njëjtë. Ka njerë është e vërtet që Brukseli flan, edhe së është interesu, po ka do momente kur Brukseli i hap të gjitha veshët dhe sytë. Që ato momente du të më shfrytëzu, na që shfrytëzon për shkak Shqipëria dhe Malezi. O hap një derë, qatë derë hendi. Se s'dia hapët mo dhe kur hapët mo. E dyta, këta që e tha Jehona, është shumë e rëndësishme me e kuptu qytetarë. Do më thonë, na duhet me pas politikë të jashtme e cila punon ngusht dhe dinamikisht me aljat që me na u qelë që e derë. Ka njëherë ma pak, ka njëherë ma shumë, ajo qelët varsisht se nuk është kënë në kontrolin tonë. Që kena bo na gjatë ti mandati qeverisës, është që derën e hapun Jehon e kemi mbyllë vetë të Këshillit të Evropës. Dera ka qenë e hapun Këshillit të Evropës, na kemi thonë s'po dojmë. Atë çfarë mesazhi gabu më ke. Kosova s'po don me shku në Evropë. Është hera e parë që e nin, domethënë diplomatët meqton perëndimor, e nin për një veni i cili ka qenë 100% i orientuar atje. Ne na kon gatshëm na thon veç merrna një çysh doni na pi. Edhe tash për një herë kemi një qeveri që thotë jo më s'duhen. Aty kushtot në ajo s'du me shku në Evropë. Bila asaj sa thotë në mënyrë eksplicite veç Vučić. Pa i vepron mos me shku. Po. Sepse unë mendoj tash, dhe kjo mund të jetë pak edhe kështu komplotist, është që ndërtimi i një qeverie ose qeverisjeje, sundimi autoritar është jo kompatibil me vlerat evropiane. Në Evropë nuk mundesh me bojë këta. Dhe tash ka lider që zgjedhin, thonë ma mirë që thonë një parin ka tonë se i dytin shreher. E unë mendoj që për neve si Kosovë ma mirë më ko pjesë e bëjes. Në çfarë do forme që të bëhet ajo fillimisht? Janë cënu të gjitha vlerat evropiane. Është cënu funksionimi demokratik. Kemi pa për herë të parë në shtetin tonë një ushtrim të pushtetit si prej pozitës së deputetit deri te uzurpimi i pozitës së kryeministrit. Kjo ka qenë edhe me vendime të gjykatave, një mos respektim edhe mos zbatim i vendimeve të gjykatave të formës së prerë nga vetë kryeministri, një mos respektim i vendimeve të gjykatave dhe mos përgjigje. Ju e dini që kur t'jas që po i shkon prokuroris, as kjo ministre Hajdari, çfarë mesazhe çojnë tek qytetarët kur i pari i shtetit nuk shkon, nuk i përgjigjet prokuroris. Pse pi frigohet drejtësisë tek e fundit. Pastaj një kërcënim ndaj gjyqësorit, kërcënim ndaj lirisë së medjave, ndaj medjave, kemi parë për herë të parë. Po raportin e fundit. Po pra, një rënje Pakufe është e tmerrshme. Një rënje drastike. Është jemi në krah me Bielorusinë. Se pat shumë kontestime, a jemi na ma keq se Serbia, po jemi ma keq. Edhe unë ta shpjegoj pse jemi ma keq. Në Serbi Vučić ka ble mediat dhe ka kriju mediat veta. Atje nuk ka ankesë, nuk ka rezistencë të medjave. Gjendja është e keqe, absolutisht që është e keqe atje. Në Kosovë, Kurti nuk ka mujt me ble mediat, provon me shtyp, me kërcnu, me kuqon, çdo ditë i thojnë në televizion i klan Serbia, për shembull, mund vendosin GPS-a, për ndjekje është kjo, e gazetarëve, absolutisht për ndjekje, edhe ti thuna nuk jemi ma keq, çka duhet këta me dalë me na vraa, për me thonë se, po, tash më rrim në nivelin e Rusisë. Kjo është të mërshme veç logjika dhe mendësia, që ne jemi të e përjetu në këto 5 vjetë e fundit dhe jemi të hynë në raporte ndërkombëtare të cilat shumë vështirë dalin për aty. Sepse ato janë të dhëna që mbeten, të cilat e cenojnë lirinë e shprehjes, lirinë e mendimit, lirinë e të bëmit biznes, plot segmente të funksionimit të një shteti ne i kemi sot në një gjendje tepër të rëndë. E për çka Kosova si shtet i ri
mbi bazën legjislative që kemi pas, kemi qenë si shembull pozitiv, se nuk e kemi nisë mbas shpalljes pavarësisë, mirë, se kanë qenë edhe është kompletu infrastruktura institucionale, edhe ligjore, kemi qenë shembull i mirë, nuk kemi qenë kaq poshtë. Po tash me kurtin edhe vetëvendosjen është prish kjo skem dhe duhet patjetër me ndërhy që me kthy stabilitetin, me kthy normalitetin. Mos harroni, ka përgjegjësi të madhe vetëvendosje që institucionet tash një vit nuk janë në fuqi. Ka përgjegjësinë më të madhe se është partia që ka dalë me numrin më të madh. Një parti që merr kaq shumë deputet dhe sa arrin për një 10 deputet mi kriju shumicën, nuk e meriton me qeverisë. Ata domethënë nuk kanë potencial, s'kan lënë hapësirë për partneritete, s'janë të gatshëm me bë kompromise, konsensuse për çka është baza e demokracisë. Jemi afër fundit të këtij bashkëbisedimi. Që shëvon LDK-ja qeverinë? LDK-ja ka me qenë faktor dhe ka me dhënë maksimumin që me kriju një qeveri stabile, me ja kthy stabilitetin në shtetit, mi themelu institucionet, mi emru gjithë ato udhëheq institucionesh të cilët janë mbi 70 që janë ushtrues detyre, me ja kthy stabilitetin dhe normalitetin funksionimin demokratik Kosovës, edhe ka mu angazhu mbi programin qeverisës që e kemi, me shënu arritje në fushat prioritare që e kena, tu e përfshi arsimin, edhe normalisht që ka mu angazhu plotësisht në kthimin e aleancave dhe ndërtimin e aleancave më të forta, me qëllim që Kosova të ecë përpara në rrugtimin euroatlantik. Në bashkëqeverisje me vetëvendosjen apo me PDK-n dhe AK-n? Po ta donim bashkëqeverisjen me vetëvendosjen e kishim bërë kësaj here. Kam qenë numrat, kena pas mundësi, na ka zgjedh disa herë, po se kemi bërë. E se kemi bërë me arsyetimet e plota të këtyre gabimeve dhe dëmeve që ja ka shkaktu vendit tonë. Edhe i kena pas këtë mundësi, e kena dhonë këtë përgjigje. Po ta bëj një pyetje shumë tronë. Po. Çka nëse këta numra na dalin edhe pas 28 dhjetorit? Jam shumë e sigurt që këta numra nuk përsëriten. Jam shumë e sigurt që gjendja e Kosovës është 100 herë më e rëndë tash se sa para një viti, sepse i shohin qytetarët. Faturat e rrymës janë shtrajtu, kriza ekonomike, secili pe kena problem me ngjit mujin me muj, secili qytetar ka me reflektu dhe përgjith se ki kurtin, i cili zgjedh metoda tjera me shpërnda ka 100 euro tek qytetarët. Ka me ndryshu me dhoni 100 euro, mja marrë në fund muj 200 euro faturë. Po pra. Energjia elektrike, gjithë këto banda të cilat krejt lidhjet i qojnë me vetëvendosjen, kostoja jonë, jetesa jonë, dëshira për me ikë pi Kosovës është rrit, jam shumë e sigurt që ky rezultat s'përsëritet, dhe në çfarë do verzioni tjetër, kena me pas qeverimet përgjithshme, edhe qeveri që ka me ju dasht 50 herë ma shumë me punu për me e kthy Kosovën ku ka qenë edhe me ecë pak përpara. Është një farë batute që thojnë kur nuk është vonë me lënë dohanin edhe Kosovën. Qysh keni me ndiku ju që njerëzit mos me lanë Kosovën? Sepse të dhënat flasin për 200.000 qytetarë të këtij vendi që kanë braktisë Kosovën 5 vjet e fundit. Po pra, në kohën kur Kurti ka qeverisë, e kanë lëshu Kosovën gjysmë milioni banor. 200.000 kanë ikë, shumë të tjerë shkojnë për punë sezonale dhe Kosova është në krizë për shkak se s'ka projekte zhvillimore, po në vend projekteve zhvillimore që me hap punë të reja, e me u lehtësu dhe me ja përmisu jetën qytetarëve, Kurti jep sadak sociale studentave, ato për mi keqpërdor për çështje votash. Shpresoj shumë që qytetarët kanë me reflektu seriozisht, se është shumë jetike. Kësaj here kena me vendos apedojmë Kosovën e përparuar e pjesë të Evropës, edhe me zhvillim ekonomik e mirëqënje të secilës familje mbi bazat zhvillimore, apo po dojmë me vazhdu avazin e vjetër, me u izolu edhe ma tej prej miqve tonë, edhe mos me pas zhvillim, po me na kontrolu Kurti, kur po na i qetë ka 100 euro. Unë shpresoj shumë që këtë verzion nuk e dojnë qytetarët. Qytetarët e Kosovës kanë ditë shpesh herë me kërku ma shumë llogaridhënie, e kanë votu Kurtin para 5 vjetë të shpresu në një ndryshim,
Po ja që është konstatu që jo çdo ndryshim sjell të mira për vendin. E tash shpresoj që e mira për vendin me qenë LDK-ja, se i ka njerëz më të mirë, e ka kandidatin për kryeministër, zotin Abdi Gjiku, i cili do t'ja dalë, edhe jam shumë e sigurt që me këta njerëz, me këtë program, me këtë synim, me këtë përkushtim, na kena me pru Kosovën në një pozitë shumë më të favorshme dhe kena me kthy në një vend të dashtur për qytetarët dhe mos me ikë. Të nderuar miq, Jehuna Lyshaku mund të jetë ministri i arsimit, mund të bëj arsimin në gjithë territorin e Kosovës, në gjitha shkollat e Kosovës, njëjtë qysh është në Prishtinë. Pra me mësim gjithditor, me ushqime të mirë, me kujdes më të mirë për nxënësit, me kurrikul më të mirë. Tani ju jeni ata që vendosni. Doni ta keni gjendjen e njëjtë apo doni të ndryshoni? Këtë vendosni me 28 dhjetor. Faleminderit Jehuna, faleminderit Visar. Merci, faleminderit.